Zoti ka potencuar fuqishëm një njeri të madh në jetën e kësaj bote, që është babai. Është emër i cili ka amanet, mbart male dhe kodra në shpinën e tij për të rritur familjen, për të respektuar bashkëshorten, biles në kohën që bëhet baba. Në atë kohë edhe prindërit i kanë shkuar në moshë të thyer, dhe ky personazh i madh që quhet baba, tashmë është bërë me fëmijë, por ka dhe amanetin e prindërve, se fëmijët janë të vegjël, kanë nevojë për të. Prindërit kanë nevojë për të. Nusja ka nevojë respektin dhe ngrohtësinë e tij. Ai sakrifikon gjithë jetën në këtë emër që ka mbartur.